Besimtarët e krishterë në Shqipëri kremtojnë lindjen e Krishtit. Të gjithë besimtarët e krishterë dhe ortodoks në të gjithë vendin janë mbledhur në kisha për të kremtuar Krishtlindjen. Kishat katolike të Durrësit u mbushën mbrëm plot me besimtarë që ndoqën meshën e Krishtlindjes. Gjatë shërbesës fetare, besimtarë të shumt janë mbledhur për të kremtuar lindjen e Jezu Krishtit, një festë që simbolizon paqen, dashurinë dhe shpresën. Krishtlindja u kremtua edhe në Lezhë. Qindra besimtarë të krishterë ju bashkuan në ritualit fetar të lindjes së Krishtit në katedralen e Shën Nikollit, ndërsa mesha e shenjtë mbrëmjen së mërkurës u drejtua nga i peshku i dioqezës së Lezhës, Ottavio Vitale. Në fjalën e tij para besimtarëve, i peshkvi Vitale foli për mungesën e paqes mes njerëzve në Shqipëri dhe mbar botën, pasi sipas tij luftërat dhe vrasjet janë kthyer në shqetësim për komunitetet. Kisha e Shën Gjergjit në Fier me rastin e Krishtlindjeve ka pritur qindra besimtarë të cilët kanë ndjekur meshën e mbajtur me këtë rast. Hirësia e tij, metropoliti i Fierit dhe Apollonis, Imzot Nikola, në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve dhe gjithë komunitetit, ka përcjellur urimin për më tepër mirësi dhe mbarësi në çdo familje besimtarësh. Besimtarët ortodoks të Lushnjës dhe rrethinave në mëngjes u janë drejtuar kishës së Shën Gjergjit për të marrë pjesë në meshën tradicionale të Krishtlindjeve. Meshën e shenjtë e drejtoi Atë Gori dhe përfitërinjtë e tjerë të kësaj kishe. Mesazhi i kësaj feste është bashkimi i familjeve, paqe dhe begati për të gjithë besimtarët. Qindra besimtarë morën pjesë në meshën e vigjiljes së Krishtlindjes, e cila u mbajt në katedralen e Shkodrës. Edhe besimtarët e krishterë në Puk në mesnatë pritën lindjen e Krishtit si shpresë për botën. Kreu i kishës në qytetin verior, Dom Zef Marku, teksa celebroi meshën e shenjtë të Krishtlindjes në kishën e Shën Gjonit, ju kujtoi besimtarëve që dashuria është forca më e madhe që i bashkon të gjithë në paqe, çfarë ishte edhe dëshira e Krishtit. U mbajt në rrethin e krujës mesha e Krishtlindjes kundër të gjitha kishat e këtij rrethi. Mijëra besimtarë kremtuan meshën e lindjes së Krishtit. Në rastin e festës së shenjtë të Krishtlindjeve, metropoliti i Gjirokastrës, Nathanail, ka premtuar meshën festive në kishën Shën Haramllambi në Sarand, në praninë e 10 besimtarëve ortodoks. Gjatë ceremonisë fetare, mitropoliti Nathanail përcolli mesazhe paqeje, shprese dhe bashkimi, duke theksuar rëndësinë e besimit, dashurisë për njëri tjetrin dhe ndihmës ndaj më të dobët, veçanërisht në këtë periudhë të shenjtë të vitit. Pas përfundimit të meshës së Krishtlindjeve, u shpërndan dhurata për fëmijët e shtëpisë së fëmijës, Vangel Pulla, duke sjellë gëzim dhe buzëqeshje për më të vetlit. Ky gest simbolik u shoqërua me një mesazh të fortë solidariteti, kujdesi dhe dashurie, vlera që Krishtlindjet i përcjellin në thelb të tyre.